Xheku dhe Bargadas. Çeku dhe Flavia. Sot do të flasim për një nga gjërat më të rëndësishme ose që njerëzit i japin më shumë rëndësi se çdo gjë tjetër, që është koha dhe si ta shpenzojmë atë më së miri dhe në dobi të mirëqenies tonë. Bargadas, duke qenë se kjo ka qenë një nga temat të cilat ti ke pasur shumë përzemër për ta trajtuar, pavarësisht se më thua që nuk e di, unë dua ta nis me pyetjen e parë, e cila i përket pikërisht çfarë do të thotë në rrugën e baktit, më thënë në pikërisht trajtimi në mënyrë të drejtë i kohës, duke e krahasuar atë edhe pak me jetën moderne. Mendoj që është esenciale s'pari njeriu të pyesi veten e vet. Çfarë jam duke bërë me jetën? Do të thënë, çfarë kam synim çdo ditë jetës time? Cila është esenca e saj? Cila është vlera e saj? Dhe kur njeriu e ushtron pyetjen vetes tij, çfarë po bëj me jetën time, pavarësisht gjithçkaje që kam? A jam i kënaqur vërtet me jetën që bëj? Dhe nëse vëmë re jo dhe aq, atëherë thjesht duhet të fillojmë të kërkojmë pse nuk jam i kënaqur dhe se si mundet ta përmbush jetën time, ditën time. Edhe nëse dalim edhe pyesim si jashtë. A je i kënaqur me jetën që bën njerëz nga rruga? Dhe shumë do thonë, po jam i kënaqur me jetën që bëj. Dhe nëse pyesim pyetjen e dytë, pse je i kënaqur? Dhe është shumë e madhe mundësia që do të thuhet, jam i kënaqur sepse kam këtë apo kam atë. Dhe kjo është shumë esenciale për të vëzhguar. Pra do të thotë, unë jam i kënaqur, jam i plotësuar për atë që kam, dhe jo për atë që jam. Dhe rruga shpirtërore dhe rruga e baktit na udhëheq për të qenë i plotësuar për atë që je dhe jo për atë që ke. Sepse kemi folur aq shumë, je i kënaqur, pse je i kënaqur? Jam i kënaqur për punën që kam. Jam i kënaqur për shoqërinë që kam. Jam i kënaqur për familjen që kam. Po kur një ditë ndoshta të mos i kesh, sepse është shumë e madhe mundësia, a do jesh i kënaqur sërish, i plotësuar? Dhe mendoj që për këtë duhet të jetë njeriu i vetëdijshëm çdo ditë jetës tij. Pra jetoje jetën me gjithçka që ke, por vëzhgo dhe gjej diçka që është apo ajo çfarë ti je vërtet. Dhe të shohësh që kohën do fillosh ta shfrytëzosh ndoshta në mënyrë tjetër. Le të ndalemi pikërisht këtu, Bargadas. Si lidhet koha jonë në rrugën shpirtërore? Gurxhia thot vazhdimisht që mënyra se si e shohim jetën është ndryshimi. Pra nuk do të thot jetë e jashtme dhe jetë e brendshme. Pra si qasemi jetës është ndryshimi. Po themi ti pak a shumë bën të njëjtën punë. Edhe unë, edhe pse jam në ashram, sërish bëj gjëra fizike. Live, shi, pastroj, çfarë do të jetë, pra është një lloj, nuk ndryshon. Por mënyra se si e ndërton marrëdhënien me punën, mënyra se si ndërton marrëdhënien me jetën, mënyra se si ndërton marrëdhënien me njerëzit, është komplet ndryshe. Pra edhe kur ne fillojmë edhe shohim, interesohemi për këtë gjë, atëherë nuk ka më e jashtme apo e brendshme, pra e gjitha është si qasemi në jetës. Cila është vlera që japim asaj që kemi dhe cila është vlera që japim asaj që bëjmë. Dhe këtu ndoshta ndryshon koncepti i jetës shpirtërore me jetës normale. Sepse në jetën normale mundet që të shihet jeta si diçka thjesht të rastësishme. Si një event që po jetoj, po s'ka ne kuptim. Dëgjojmë shumë njerëz në këtë lloj forme. Dhe besoj çdo ditë has në jetën tonë që po bëjnë çfarë po bëjnë, po nuk e di se çfarë. Bargadas, unë në fakt tani që ti po flisje, më vjen aq e thjesht kur e tregon se si duhet të ndash dhe se me sa por ulësuj ti i kryen detyrat e tua në ashram. Unë vere, përfshirë edhe mua, shumë më përpara ka qenë shumë herë më e theksuar, ndërsa tani është
duke qenë pjesë e rrugës së faktit, shumë gjëra kanë ndryshuar tek unë dhe shumë gjëra do të ndryshojnë sepse ende zhvillimi është në të përditshmen, jo vetëm sa u fute dhe shumë njerëz i dëgjoj që për çdo gjë thonë që nuk kam kohë. Ndërkohë që i shikojmë ulur nëpër kafene apo ulur duke qëndruar kot, pa i dhënë një formë konkrete ose një formë më të dobishme kohës së tyre. Ç'a ndodh pikërisht në këtë pikë? Njerëzit nuk e kuptojnë vërtet rëndësinë e kohës apo thjesht kanë një koncept të gabuar që të rish kot ose të shpenzosh kohën kafeneve është më e vlefshme se sa të përkushtohesh për të përmirësuar brendësinë tënde dhe qenien tënde njerëzore. Mendoj që nuk ka një reflektim të sinqert me veten tënde. Nëse reflektojmë brenda nesh, sërish t'i kthehem si e shoh jetën, si jam duke jetuar jetën. Atëherë diçka do filloj të ndryshoje. Dhe nëse momenti nuk vjen që njeriu thot vetes, dua të ndryshoj. Dua t'i shoh gjëra të ndryshe. Dua të njoh diçka ndryshe, nuk dua thjesht të zgjohem në mëngjes edhe mjezit të pres që të vije nata që të shkoj sërish të flenë. E gjithë dita jonë, gjithçka që ndodh ka një kuptim, por është sërish mënyra se ne e shohim. Dhe do të thoja akoma nuk ka ardhur momenti ku njeriu ta bëjë këtë pyetje brenda vetes dhe të jetë i bindur, po dua ta ndryshoj jetën time. Edhe kur ke ndarë historinë tënde, edhe kur kemi dëgjuar histori të tjerëve, jo vetëm rrugën tonë të baktit, por edhe në rrugë tjera shpirtërore, edhe në religionet e tjera. Ndryshimi ka ndodhur atëherë kur je bindur brenda vetes që dua ta ndryshoj jetën time. Unë jam përgjegjës për jetën time. Dhe atëherë rruga nis, por duhet vije kjo moment. Unë dua të ndryshoj. Nëse nuk vjen ky moment, nuk do mundesh të ndryshosh, gjithmonë do jesh i tillë. Pra gjithçka për të arritur gjithçka ty duhet të marrish një vendim, duhet të ecësh drejt atij vendimi. Dhe ndoshta sërish njerëzit duan ndryshojnë, po s'duan të bëjnë asgjë për ndryshuar. Njerëzit është e çuditshme se duan të ndryshojnë, e kuptojnë, por nuk bëjnë asgjë për të shkuar drejt saj. Dhe i presin këto gjëra që ti vinë duke qëndruar në krevat apo te kafeneja, ndërkohë që këto gjëra nëse s'lëvisin ne për veten tonë është e pamundur. Mua më kujtove diçka në fakt ku kam ndarë dhe historinë time, por pikërisht atë do thoja që përveç faktit që si ti sapo elaborove për rëndësinë e kohës edhe momentit të gjithë secilit, kam përshtypjen që në shoqërinë tonë është pak e theksuar edhe fakti që njerëzit kanë vështirë ose kompleksohen për të thënë jo. Dhe kur flasim për këtë pjesë është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që të thonjet jo dhe duke i dhënë prioritet vetes të përmirësimit dhe gjërave që t'japin më shumë vlerë ose që të lumturojnë apo qoftë të bëjnë mirë fizikisht siç mund të jetë sporti, nuk ka asnjë gjë të keqe, nuk ofendon askënd dhe është si të thuash, është gjë më e rëndësishme në marrëdhënie me të tjerët që ta respektojnë edhe kohën që ti i dedikon vetes. Por gjithsesi se bëra një ndërhyrje ndoshta i çik kështu jashtë radhe, po do të thoya dhe vazhdoja edhe me pyetjen që më erdhi ndërmend Bargadas. A tregon koha ose mënyra se si ne shpenzojmë kohën se çfarë ne adhurojmë në të vërtetë ose kujt i japim prioritet? Flasim në veprim, jo në mendim. Domethënë mënyra se si ne jetojmë jetën është mënyra se si ne shohim ose çfarë konsiderojmë të rëndësishme. Pra jetës i qasemi mbi bazën asaj çfarë ne njohim dhe çfarë konsiderojmë të rëndësishme për ne. Dhe kur shohim mënyrën se si njeriu e jeton jetën, kur nuk e vlerëson jetën, atëherë do thotë thjesht nuk ke njohurinë apo njohjen e duhur çfarë vlera jetës është. Dhe prandaj ne kemi trajtuar të bësh
pyetjen dhe të kërkosh brenda teje, çfarë është vlera e jetës? Është shumë e rëndësishme. Dhe nëse nuk ushtron të pyetje, nuk interesohesh asnjëherë, atëherë nuk do dish se si ta vlerësosh. Por dikush që ka interes për këtë, atëherë do fillojë dhe ta vlerësojë çdo moment të ditës tij, çdo moment të jetës tij, sepse është një moment që nëse e humbet nuk të kthehet më. Dhe prandaj ne shohim pafund raste në jetën tonë, kur jeta vjen në fundin e saj, atëherë thjesht kur të kthesh kokën mbrapa, vëre që jeta të dha shumë mundësi, por ti nuk i shfrytëzove, nuk i jetove. Pse? Sepse nuk deshe. Dhe kjo bën gjithë diferencën. Pra ne qasemi jetës mbi bazën e asaj që duam dhe që njohim. Dhe prandaj rruga shpirtërore çfarë ndryshon, sepse dija brenda teje rritet. Dhe ne kemi diskutuar edhe bashkë me njëri tjetrin që ku fillon në rrugën shpirtërore për ndryshuar, një ndër gjërat është duhet të edukosh veten tënde. Duhet ta njohësh natyrën tënde, duhet të njohësh emocionet tua, duhet ta njohësh natyrën e mendjes, duhet ta njohësh qëllimin, duhet ta njohësh si ta arrish atë qëllim. Dhe kjo nuk është, ka nevojë që të punosh, ka nevojë që të lexosh, ka nevojë të studiosh, ka nevojë të reflektosh. Por njeriu mendon që dija është thjesht mbaron studimet dhe kaq, njeriu s'ka nevojë. Jo, Gurgjia thotë çdo moment, çdo sekondë jetës tënde duhet mësosh diçka. Jo informacion për mbushur kohën, por një informacion apo dije që ndryshon jetën. Dhe mendoj kjo është gjithë ndryshimi. Po për ne që jemi në rrugën e baktit të Bargadas, cilat janë disa mënyra, ndoshta në mënyrë të pavetdijshme, që ne na largojnë nga hynorja, nga Gurgjia dhe nga rruga e baktit. Njerëzit me cilën rrethohemi, vazhdoj ta them dhe Gurgjia e thekson vazhdimisht, është shumë e rëndësishme. Kjo nuk do të thotë se njerëz negativ apo njerëz pozitiv, nuk dua ta shoh në këtë formë, por njerëzit që rrethojmë dhe qëllimi që kanë. Po themi, unë humba shumë miq kur vazhdova rrugën shpirtërore. Pse? Jo se unë u bëra më mirë se ata, apo ata më të mirë se unë, po thjesht interesa ndryshuan. Patjetër. Kjo kam përshtypjen që ka ndodhur me të gjithë ne. Eksaktësisht. Pra duhet të rish me njerëz, të bashkohesh me njerëz që kanë të njëjtin qëllim. Po them kërë parë, biznesmenët rrinë me biznesmenët. Juristat rrinë me juristat, po themi përgjithsisht kohën e tyre. Sepse interesi i përbashkët të bashkon. Po themi edhe marrëdhëniet, një çift, pse janë bashkë, sepse kanë hobit përbashkëta, kanë pa diskutim, janë unik dhe kanë karakteristikat e tyre, veçoritë e tyre, por kanë shumë gjëra të përbashkëta që e lidhin me njëri tjetrin. Pra dhe kjo, çfarë na shmang ndoshta, është kur bëjmë gjëra që nuk na ndihmojnë të ecim drejt qëllimit që ne duam. Pra nëse ne rrim një person, ti do të bësh një njeri spiritual dhe të ndryshosh jetën tënde, dhe rrin me një shoqe që të thotë, çfarë je duke bërë, si e ndjek atë person, si e ndjek atë guru, pse ulesh mediton, pse je bërë vegetariane. Pra thjesht sigurisht është një i rëndësishëm jetën tënde, por nëse vazhdojnë kështu, ti nuk mund të jesh afër atij personi, nëse vërtet do ndryshosh, ndryshe do humbish gjithë energjinë tënde duke mbushur menin një personi të tillë, jo, se jam duke bërë gjë në dur. Pra duhet shohim çfarë na largon nga qëllimi i rrugës tonë që ne duam dhe çfarë na pengon. Është një lloj, nëse ti do të bësh një biznes, nuk mund të rish me persona që janë pesimist. Duhet shumë lek, nuk ja del dot, në shoqërinë tonë është shumë e vështirë bësh biznes. Jo, do rish me ata që kanë bërë biznes, me ata që janë pozitiv për të bërë biznes. Atëherë do bësh biznes. Unë ngeca në mendime pikërisht ajo që ti po thoje Bargada, sepse më kujtua disa raste dhe tek vetja ime në fakt. Dhe nuk është shumë e thjeshtë që të largohesh pikërisht nga njerëz që mund të kesh ndarë, domethënë në kohë, po flasim 20 vite misi, ndoshta 10 vite misi, flas për marrëdhënie që kanë qenë disi të rëndësishme për ty, edhe është pak e vështirë që të largohesh nga ata. Ndoshta pjesa e rrugës së baktit ka qenë ajo që mua më ka vënë forcë për të stopuar këto marrëdhënie, pavarësisht se
disa gjëra i kisha kuptuar që nga më përpara, pra që nuk kanë qenë motivues apo nuk kanë qenë mbështetës kundra meje, apo nuk merja do të më të mirën, sepse edhe përtej spiritualitetit dhe mësimeve të gurëgjisë, njeriu në vetvete është shumë e rëndësishme që të ndaj kohë cilësore, pra edhe biseda që kanë një lloj vlere që ato të rriten, të rrisin si nga ana intelektuale, ashtu edhe si brendshmi. Pastaj në të kundër do të thotë vërtet që je një person që nuk je i vetëdijshëm që koha jote po kalon dhe po edhe veten në shërbim të tjerëve, apo jo. Përgatas po neve në rrugën e baktit, si mund ta përdorim kohën për të qenë të përkushtuar drejt hynores, domethënë ose veprimet të përditshmes për të mos u larguar nga hynorja dhe nga rruga jonë. Do thoja duke filluar s'pari të vlerësosh kohën. Dhe jo duke selektuar në sensin sepse ne përgjithsisht gjithçka që kemi në jetën tonë e konsiderojmë diçka të duhur dhe diçka jo duhur. Dhe mendoj që spiritualiteti për këtë na ndihmon që ta vlerësosh jetën, çdo event të jetës tënde ta shohësh në kontekstin pozitiv që ti mund të mësosh diçka nga ajo. Sepse nëse ne, po themi, e fillojmë ditën dhe kemi vetëm një event për gjatë gjithë ditës që konsiderojmë më të rëndësishmin dhe mendja jonë është gjithë kohën atje, atëherë gjithçka tjetër që ne jetojmë nuk i japim rëndësi. Dhe çfarë jemi duke bërë me këto? Thjesht nuk jemi duke jetuar. Thjesht është një kohë që jemi duke e zhvlerësuar. Dhe nuk jemi duke mësuar prej saj. Dhe nuk jemi duke marrë mundësinë që të rritemi prej saj. Pra për çdo situatë. Ne përgjithsisht po themi në punë, si shkojmë? Thjesht shkojmë, ti mbaroj orët e punës, të marr atë lekë që më jep puna dhe kaq. Jo, është një kohë e jetës tënde. Atëherë nëse nuk e don punën që ke, Gurgjia thot gjithmonë, nëse nuk je në gjendje ta kthesh ta duash, shko dhe gjej një punë që e don, është shumë e rëndësishme të duash atë që bën. Është shumë e rëndësishme të duash atë që jeton. Pra kur fillon edhe sheh jetën që çdo moment i jetës tënde dhe momentet që po themi nuk janë aq të gëzueshme ditës tënde. Kur përballesh me kritika, me gjykime, çfarë do tjetër, pra të reflektosh dhe të mësosh diçka dhe nga ajo. Pra gjithçka që të vjen, gjithçka ka një qëllim, Flavia, asgjë, paktën këtë ne kemi mësuar në rrugën shpirtërore. Që nëse e gjitha ekziston në perfekcion, pra Zoti udhëheq dhe monitoron gjithçka, atëherë si mund ketë imperfekcion? Jo, nuk mund ketë. Sepse atëherë i bie që ai nuk e di çfarë është duke bërë dhe situata i ka dalë jashtë kontrollit. Dhe jo, nuk është shumë. Pra është vetëm si ne shohim jetën. E kur ne fillojmë edhe vlerësojmë jetën me gjithçka që na sjell, atëherë do shfrytëzojmë kohën në mënyrën e duhur dhe të ndërtojmë një të ardhme që të nesme të jemi më të plot me atë që do vije, për shkak se si kemi parë dhe vlerësuar atë që po jetojmë tani. Mund të bëj një pyetje personale Bargadas? Okej, me pyetje. Personale, po në të njëjtën kohë nxjerrim edhe diçka që për shumë njerëz të tjerë që janë duke dëgjuar. Një njerëz që është shumë aktiv. Është e mundur që të shkoj shumë thellë në rrugën e baktit? Dhe nëse po, si? Pjesë për i shokë. Në rrugën e baktit, në rrugën shpirtërore, këtu në ashram, gjithku njeriu është, që njeri ka natyrën e tij. Dhe besoj e kemi hasur, njeriu nuk duhet të provoj të dali jashtë natyrës tij. Nëse Zoti të ka bërë aktiv, shfrytëzoje atë energji në mënyrën e duhur. Gurgjia thot diçka që mendoj që është shumë e rëndësishme. Kushdo që ti je, çfarëdo që ti bën, thjesht sill Zotin në jetën tënde. Dhe ndoshta ne në episodet, jo ndoshta, por do ta bëjmë, duhet ta bëjmë,
është po si e shohim ne konceptin e Zotit, është diçka që ka shumë nevojë të trajtohet. Pra kupto që jeta nuk është thjesht një event i rastësishëm, por kupto që është diçka më e madhe brenda nesh. Ne jemi më shumë se sa ajo çfarë shohim dhe perceptojmë. Pra dhe sile këtë gjë në jetën tënde, sile këtë gjë në atë çfarë bën. Dhe atëherë gjithë jeta jote do kthehet shpirtërore, pra edhe një, nuk ka edhe një jetë jo shpirtërore dhe jetë shpirtërore. Pra kur ndryshon mendsinë dhe si qasesh jetës, ajo bën diferencën. Pra dhe një njeri aktiv shfryzoj energjitë tua në mënyrën e duhur, për të rritur brenda vetes tënde, për të bërë të lumtur njerëzit përreth, për të ndihmuar njerëzit përreth, për të ndryshuar njerëzit përreth. Dhe si kjo vjen duke ndryshuar ti. Pra kur ti reflekton pozitivitetin, aftësinë dhe gatishmërinë për ndihmuar, për qenë gati, për qenë afër njerëzve, atëherë gjithçka është okay. Pra vendos energjitë tua në mënyrën e duhur. Shumë e vështirë. Sigurisht, po jo pamundur. Absolutisht. Jo, prandaj dhe ne jemi këtu ku jemi. Bargadas, a mund ta mbyllim me një nga mësimet e gurëgjisë, duke e lidhur këtë me sikurse edhe me rrugën tonë, po edhe ndoshta më gjerë, në momentin që ne jemi larguar nga hyjnoja. Si mund ta rihapim zemrën për ta orientuar drejt saj? Është një pyetje e bukur, por që unë do thoja vëzhgo. Vëzhgo njerëzit, vëzhgoje jetën. Po të jemi vëzhgues, ka shumë njerëz që do na inspirojnë. Po themi kur unë e shoh, sepse çdo njeri ka momente të vështira të jetës tij, ka momente që bie emocionalisht, ka momente që është më optimist. Dhe çfarë unë bëj personalisht është mundohem të vëzhgoj dhe të jem afër me persona që më inspirojnë. Persona të cilët më nxjerrin nga ajo gjendje që jam dhe më kujtojnë gjithmonë për atë çfarë është më rëndësishme në jetën time. Dhe për këtë rast janë sigurisht praktika që ne bëjmë dhe mësimet e gurëgjisë. Pra për njerëzit që ne rrethohemi, çdo njeri nuk mund të ankohesh, po nuk kam shembuj. Jo, po duam të ndryshojmë, kemi pafund shembuj. Thjesht shi një person që pavarësisht çfarë jeta i sjell, është pozitiv, ka dashuri, shpreh dashuri. Atëherë afroju afër ti, bisedo me to. Pse? Ku është sekreti? Pra, e theksoj sërish që personat me cilën rrim, situatat dhe kushtet me cilën shoqërohemi për gjatë ditës, do ta zgjojnë këtë gjë. Por sërish varet nga ne, a vërtet duam apo nuk duam të ndryshojmë. Kur duash ndryshosh, Zoti do t'i sjelli Flavia gjithë instrumentat, ashtu siç i solli në jetën tonë. Thjesht duhet bëhemi gati. Bëhemi gati dhe të jemi të hapur dhe shumë të vëmendshëm për të parë pikërisht ato shenja të cilat na vijnë për të vendosur më të mirën për veten. Kështu që Bargadas, ne do shihemi episodin e radhës. Mund të përshëndes. Faleminderit, Flavia. Çegulef. Çegulef.